Pra unë kam një pyetje për qytetarët. Ku janë sot këta që dilnin para një muaji dhe i premtonin mrekullira qytetarëve në qytet, në fshate me radhë, kanë humbur nga qarkullimi. Mbase kanë marrë pushimet, nuk e di. Por përgjegjësia është pasi ti merr mandatin. Dhe për këtë arsye unë kam zgjedhur që të jem pranë qytetarëve dhe të jem deputet në thonjza i popullit jashtë parlamentit. Sepse unë nuk do të tërhiqem nga kauza ime, sepse çdo kush që më ka dhënë votën ka besuar tek unë. Dhe dua që nesër edhe shumë të tjerë si puna ime, që janë teknicien, se unë hyj tek pjesa e teknicienëve, të hynë politik dhe mos t'i duket e pamundur, sepse mua më thoshin para se të merja vendimin që do kandidoja, inxhinier, që vështirë politika, që vështirë qarku i fierit, nuk merr dot vota. Po ja që mora vota. Fitova, nuk fitova dot kësaj radhe. Mbase herës tjetër, duhet të punoj më shumë me veten dhe me qytetarët në mënyrë që të marr votat e duhura, që në mënyrë që t'i përfaqësoj. Por kjo do bëj që shumë të tjerë si puna ime do thonë, shiko se e provoje inxhinieri, ore dale se mori ca vota, nuk që nga aqe vështirë sa e bëjnë këta që thonë politika e shepist, kur që ka politika e keqe, po pse zihen këta me njëri tjetrin që të hynë parlament, se tani ka diçka që nuk shkon këtu.